ditën e shtunë, në orën 10 që tjetë qik freskët, kush i thot bukës bukë dhe ujë ujë, është kundër sistemit ke qeverisjes të këtyre 35 vjetëve, të vi dhe të mblidhen atje për të krijuar një platformë për përmbysjen e qeverisë Rama. Rama nuk bie me Rama të lutem largoj këto me çan këto me ato pelikanët. Kjo është lëvizja Shqipëria e shqiptarëve. Pra jo Shqipëria e Soros. Soros i bëri një rilindjen e parë, e shkatroi Shqipërinë, e depopulloi dhe ka bërë gjithë gjëra që sot njerëzit janë aq të pakënaqur, që mos i zëmë radhë të gjitha për shkak të kohës. Dhe ne duhet të gjithë të grumbullohemi me mosbindje civile, me rrugë që do përdorim. Pra do krijohet lëvizja që quhet Shqipëria e shqiptarëve aty dhe do ngrihet një platformë thelbësore se si do veprohet për të rrëzuar gjatë muajit shtator dhe tetor. Me këta Sorosianët që zihen brenda llojit me Ramën, ne do të bashkëpunojmë sepse interesi tonë është të argëzojmë Ramën, por ne duhet të përfitojmë dhe mbas rrëzimit të Ramës dhe krijimit në qoftë se ka shkruar Zoti dhe unë mendoj që do të ndodh, krijimit të një qeverie teknike, duke mos e lejuar vendin të kalojë në kaos, drejt krijimit të një asambleje kushtetuese të përkohshme e cila të rregullojë kushtetutën. Ne duhet të krijojmë ne patriotët, ku jam edhe unë një nga votuesit, jo organizatorët, jo drejtuesit, asnjëherë nuk do të jem, nuk e bëj për ndonjë agjendë personale që ta kuptojnë këta patriotët e tjerë që nuk e kuptojnë pse po e bëjnë këtë lëvizje, nga ignoranca që se sa rin do të më kuptojnë, të mblidhemi dhe këta vetë të marrin në dorë frenat e atdheut dhe unë dojem thjesht një mbështetës i tyre.